Më 9 shtator të vitit 2025, Shaban Bajramit jeta ishte vënë në rrezik rreth orës 2:45 minuta derisa po punonte roje në një kompleks banesor në ndërtim, në drejtim të tij dikush shtiu me armë. Ai thot se u gjuajt me 5 plumba. Unë kam qenë në banjë, të ardhur pe banjes, plumbin e kumnit që më ka gjujt në kokë me mrok. Veç që mur, dhe më thonë plumbi ka kaluar në mur. Në dhomë tjetër ka gjujt, për mi ploq pa ka gjujt, dhe 2 plumba tjerë nuk di ka kanë shku. Dhe më 5 plumba i kanë gjujt. Bazuar në videoingjizimin e siguruar nga betimi për drejtësi, shihet se personi dyshuar shkon me veturë të markës Mercedes GLC ngjyrë të zezë deri tek dera e cila të shpije në pronën ku po ndërtohet kompleksi banesor. I njëjti kthen veturën në rrugën e cila është pakrye. Më pas, dikush tenton të hap derën e hekurit, mirë po në pamundësi për të hapur atë largohet në drejtim të panjohur. Bajrami thot se nga 5 plumbat janë gjetur gëzhojat e 3 prej tyre